375.000 euro dhe rrezik që gjysma e Kosovës të mbetet pa ujë dhe pa rrymë. Ky është dëmi që akuzohen se e shkaktuan dy vëllezërit, Dragisha e Jovan Vicentijević, kur e kryen aktin e rënd të shpërthimit në kanalin e Iber Lepencit, në varak të Zubin Potokut. I bashkakuzuar me ta është edhe Igor Dimović. Për vlerën e lartë të dëmit dhe rreziqe tjera dëshmoi sot në gjykat Ernest Kërqeli, drejtor për ujë dhe gjenerim në Iber Lepenc. Dami është mbi 376.000. Kanali Iber Lepencit është arteria kryesore pa të cilën nuk mundet me funksionu Kosova në konceptin energjetik, një ashtu edhe në konceptin e furnizimit me ujë. Po e thonë këtë se ky ujë i cili vjen nga liçeni i Ujmanit dhe përfundon në pikën e fundit ku merr Kosova be ujë, është i nevojshëm për ftofjen e turbinave të termocentralit Kosova B. Për ta sanuar përkohësisht problemin, Kërqeli tregoi se përdoren disa gypa, për të cilët u pyet më detajisht nga kryetari i trupit gjykues. Sikur mos të kishte ndërmarrë çdo veprime të cilat i keni ndërmarrë me gypa, siç e thënë, çfarë do të ishte shkaktuar? Rrym nuk do të kishme pas, linja telefonike nuk do të kishme pas, QKUK-ja nuk kishme pas energji, nxemje, furnizim me ujë që është element kryesor për higienë dhe sanitari. Seanca vazhdoi me dhënien e dëshmisë së Fatmir Ademit, që është ekspert i ADN-s në Agjencinë e Kosovës për Forenzik që nga viti 2005. Ai tha se në mostrat e kontrolluara manualisht janë gjetur shenja të ADN që përputhen me të akuzuarit Jovan Dragisha Vicentijević. Në dëshminë numër NR Tarab 4, që është e përshkruar një fitil kabllëndezës me gjatësi rreth 9 metra, gjatë kontrollimit manual ne kemi vërejtur shenjat e personit me shifrën SN, përkatësisht Jovan Vicentijević. Ne shenjat e SN-shit e kemi gjetë në 20 vende. Sipas tij, në mungesë të softvereve të nevojshëm, mostrat i kanë dërguar në një laborator të Romës, i cili ka vërtetuar gjetjet e tyre. Sa i përket raportit kolegëve italian, nuk ka pas kundërthonje, veç është vërtetuar ajo gjetur atona që kem sinjalizu hetusinë dhe prokurorin me sa i përket dëshmisë në R4 dëshmi. Do më thonë, edhe raporti tyne, veç e ka forcu edhe ka këtë sinjalin ton që kemi pa shenjat e personit në fjallë. Seanca ndërprej pasi trupi gjykues aprovoi kërkesën e avokatëve mbrojtës të akuzuarve që marrja në pyetje e tij të bëhet të martën nga ora 13:30. Sipas aktakuzës, vëllezërit Vicentijević me 29 nëntor 2024 rreth orës 18:50 kanë vendosur eksploziv ushtarak në një pjesë të kanalit të Iber Lepencit, duke rrezikuar infrastrukturën kritike të Republikës së Kosovës.